nderuara familje Jashari, nderuar e i dashur Bacarifat, familje të dëshmorëve, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e nderuar zonja presidente, nderuar kryeministër i Republikës, zëvendës kryeministra e ministra të kabinetit qeveritar, shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të shteteve mike, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuara media. Në marsin e vitit 1998, në Prekaz, shtëpia e Jasharëve ishte si shtëpit e tjera në Kosovë. Një obor i zakonshëm, mure të ngritura me shumë mund. Një prag që hape e mbyllej çdo ditë, për fëmijë që hynin e dilnin, gra e burra që mbanin familjen dhe shtëpinë. Në agimin e 5 marsit, forca të shumta policore dhe ushtarake serbe izoluan fshatin. Zunë pozicione me mjete të blinduara dhe artilleri të rënd. Një aparat i tërë shtetëror dhune u përqendrua para familjes Jashari. Shtëpia u rrethua, rrugët u bllokuan, lëvizja u ndërpre. Komandanti Adem Jashari dhe gjithë Jasharajt atë ditë e dinin se çfarë dite kishte ardhur. Shtëpia që deri dje ishte e zakonshme u kthye në qendër të një përballjeje që ndryshoi historinë. Në 30 ditë luftime, e gjithë historia e Kosovës kaloi përmes Jasharajve dhe qëndresës së tyre, përmes vendosmërisë për të mos u larguar nga toka e tyre. Ata morën mbi vete barën më të rëndë të kohës, një dështyrë të vështirë, por shumë të rëndë. Në atë shtëpi ishin Adem Jashari dhe Hamz Jashari, prindrit Shabane Zahide, gratë dhe fëmijët, të gjithë bashkë, krah për krah, të vetëdijshëm për atë që po vinte. Askush nuk u largua. Gra dhe burra luftuan e qëndruan. Çdo dhomë, çdo obor u kthye në vijë mbrojtje. Çdo shpërthim dhe çdo krismë u bë betejë për liri. Lufta atyre 3 ditëve nuk ishte vetëm për një familje, ishte për një popull që kërkonte të mos dorëzohej, të mos nënshtrohej. Në fund të atyre 3 ditëve u vranë të moshuar që kishin parë shumë. Burra e gra në moshën e forcës, por edhe fëmijë që sapo kishin nisur jetën. Sakrifica e tyre mbeti jo vetëm dhimbje, por themeli kujtesës dhe i qëndresës së kombit ton. Një vajzë e vogël pa gjithçka. Dëgjoi jehonën e shpërthimeve dhe pa luftime që përfshin vendin. Besuarta Jashari arriti të mbjetoj duke u bërë dëshmitarja e parë sakrificës dhe dhimbjes, por edhe e krenarisë dhe forcës mbarkombëtare që lindi nga ajo ngjarje. Forcat okupatore që urdhruan sulmin mund të kenë menduar se mbyllën një vatë të rezistence. Por në vërtet, ata vetëm hapën një kapitull që nuk do të mbyllej më kurrë. Pas Prekazit, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ishte më një strukturë shpërndar, ajo u bë një realitet i pakthyeshëm, edhe lufta, edhe qëllimi morën një formë tjetër, por shumë të qartë. Epopeja UÇK-s 5, 6 dhe 7 mars 1998 nuk është vetëm një ngjarje. Ajo është një mesazh i përjetshëm, qëndrimi i guximshëm, sakrifica, vendosmëria dhe dashuria për liri mund të ndryshojnë rrjedhën e historisë. Prekazi u bë simboli një populli që nuk pranon të dorëzohet. Të nderuar të pranishëm, Prekazi është një vend konkret në hartë. Por në mars të vitit 98 ai u bë një vit ndarëse në kohë. Para ti, liria ishte kërkesë, pas ti, liria u bë domosdoshmëri. Ne sot flasim nga institucionet të zgjedhura në një shtet të njohur ndërkombëtarisht me kufi të mbrojtur, nga një republikë e re. Kjo është pjesa historike e asaj që ndodhi. Nuk ka fjalë që shtojnë madhështinë e asaj sakrifice, por ka një detyrë. Ata që ranë nuk kërkuan premtime. Ata morën një vendim. Me atë vendim na lanë përgjegjësinë për ta bërë këtë republikë të drejtë, për ta mbrojtur dhe për ta përparuar lirinë tonë, për ta forcuar shtetin me ndershmëri, për ta mbajtur dinjitetin mbi frikën. Toka e Prekazit nuk është e rëndë vetëm për atë që ndodhi aty. Ajo është e rëndë sidomos nga ajo që kërkon prej nesh. Ajo kërkon karakter, kërkon maturi, kërkon bashkim kur është shumë e vështirë. Kërkon që liria të mos përdoret, por të përparoj përmes qytetarëve, përmes institucioneve, përmes përgjithësisë të secilit prej nesh. Sot kur kujtojmë 5, 6 dhe 7 marsin, nuk kujtojmë vetëm rënjën, kujtojmë zgjedhjen që u bë, zgjedhjen për të mos u dorëzuar.
Kjo zgjedhje bëri historinë të lëviz, lavdi atyre që ranë prekaz, lavdi familjes Jashari, lavdi secilit që vendosi lirin para jetës. Dhe që puna jone për ditëshme dëshmia se sakrifica atyre nuk ka qenë e kotë. Ju falemnderit. Tani e ftojmë Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Albin Kurti, që të marrë fjalën. Urdhëronin zoti Kryeministër.